Për këtë shpjegim që na dha pyetja radhës është kjo, thot një student, jam i interesuar t'ju pyes, thot se si duhet të sillet muslimani me pjesëtar të feve të tjera. A e kam të lejuar të shoqërohem me një katolik dhe të bëj vizita tek ai? Për sa i përket shoqërimit të besimtarit me pjesëtar të feve tjera, pa marrë parasysh se çfarë feje kanë njerëzit tjerë, nuk është ndaluar në Islam dhe nuk ka ndonjë ndalesë me cilën besimtari i ndalohet të ketë, do thotë, shoqërim apo të ketë vizita të ndërsjellja me pjesëtarët e feve tjera. Allahu i lartësuar madje edhe në Kur'an e thekson këtë, ku në një ajet thot la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Po thot Allahu i lartësuar, vërtet Allahu nuk ju ndalon juve ndaj atyre jo besimtarve, të cilët nuk ju luftojnë juve në fen e juaj dhe nuk ju kanë përzën nga shtëpitë e juaja, që ju të silleni të keni mirësjellje me ta dhe të jeni të drejtë me ta, do thot në marrëdhënie apo në raporte me ta. Ky ajet do thot shumë decidivisht, do thot e thekson se është e lejuar për besimtarë me pas kontakte, me pas shoqëri, do thot me pjesëtar të feve tjera, pa marrë parasysh a është katolik apo ndonjë feje tjetër, edhe kështu ka qenë praktika e besimtarëve në përgjithësi. Neve mund ta marrim edhe shembullin konkret, ashtu siç pretendohet fatkeqësisht sot të paraqitet se sikurse i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë një njeri i ashpër, një njeri që vetëm luftë ka thirrë e kështu me radhë. Neve vetëm nëse e thellohemi në historinë e pejgamberit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atëherë shohim se si ka pas kontakte edhe me pjesëtarët e feve tjera, madje ka pas edhe vizita për arsye se na e dim Medinja ka qenë një qytet ku ka qenë në fillim, do thotë, ka pas shumë qifut që kanë banu aty, edhe i dërguari i Allahut ka pas shoqëri me ta, ka shku i ka vizitu, madje ka hëngër, do thotë, bukë në shtëpitë e tyre, edhe ata kanë ardhur dhe kanë vizitu, kanë pas shoqëri, do thotë, të mirë dhe komunikime, biseda, edhe vërtetohet në shumë raste që i dërguari i Allahut nuk ka ndaluar në këtë. Edhe shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë pas raporte, edhe tregtare, edhe marrëdhënie pune në mes vete, dhe kjo nuk ka qenë e ndaluar. Madje tregohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se të vdiste, tregon Aisha radiallahu ta'ala anha, thot para se të vdiste, kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka shku nga kjo botë, e ka pas, do thotë, peng mburojnë e luftës cilën e kishte, do thotë, në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kishte peng të një jahudi, të një qifut, për shkak, do thotë, se kishte marr ushqim prej tij, do thotë, për familjen e tij, nuk kishte para m'ia kthy, m'ia dhënë, do thotë, m'ia ba pagesën, edhe kishte lënë peng këtë mburoj, që kur gjej, do thotë, pasuri që t'ja bëj pagesën edhe ta merr pengun prap. Po e shohim se ka pas raporte, ka pas marrëdhënie, edhe në këtë nuk ka gjë të keqe. E keqja është që besimtari të futet në kontakt dhe të maj, do thotë, raporte me ata jo besimtar, të cilët e luftojnë atë, i bëjnë keq atij, e mundojnë atë, apo si përmendet edhe në këtë ajetin cilën e ceka pak më herët, ata jo besimtar të cilët e kanë mundu, e kanë largu nga familja, nga shtëpia, e kanë detyru, do thotë, me lshu vendin e tij nga zullumi të cilën ja kanë bë ata jo besimtar. Me këta obligohet besimtari që të mbaj gjithashtu një raport jo miqësor, për arsye se ata vetë shprehin jo miqësinë, edhe ky, do thotë, nuk është e drejtë edhe nuk është logjike që edhe ky të shpreh, do thotë, miqësi ndaj tyre, për arsye se e mira kthehet me të mirë, e keqja nuk domosdoshmëri nuk kthehet me të keqe, por jo, do thotë, që nëse dikush ty të ka bë zullum, të ka bë të keqe apo nuk ta don të mirën, që ti afrohesh atij, të shoqërohesh me të, për arsye se kjo i shkakton vetes, do thotë, rrezik, që ti me këtë shoqëri, do thotë, ta dobësosh veten, apo të ndikohet feja jote, apo edhe jo besimtari, do thotë, të mbisundoj ty edhe të fut, do thotë, në nshtrimin e tij. Allahu e di më së miri.